Mirë mbrëma. Unë jam Anila Sulstarova dhe sot do të flasim në emisionin Fije Jete nga Paper Radio 91.1 për braktisjen. Para disa ditësh në Durrës, 3 fëmijë të mitur u gjendën vetëm në banesën e tyre. Sipas raportimeve, ata kishin 3 ditë pa ngrënë dhe rreth 1 muaj pa shkuar në shkollë. Ky emision u ngjiz si ide nga ky rast. Nuk do merrem me lajmin as me këtë historinë vetvete, pavarësisht se her pas here do t'i referohem thjesht për të shpjeguar apo për të ilustruar. Ky lajm më tronditi jo vetëm për ata fëmijë që kishin 3 ditë pa ngrënë dhe jetonin në ato kushte, të paktën siç u raportuan nëpër media. Por sepse më ngacmoi shumë histori njerëzish që njoh që janë rritur në kushte vetëm. Në këtë emision nuk do flasim vetëm për njerëzit që janë rritur të uritur ose kur prindrit i kanë braktisur me ditë. Do flasim edhe për ata fëmijë, të cilët janë braktisur nga prindrit jo fizikisht. Sigurisht kanë pasur gjithë kujdesin që kanë pasur nevojë fizik, kanë shkuar dhe në shkollë, por nuk janë kuptuar nga prindrit. Janë parë nga prindrit jo si njerëz që kanë nevoja, kanë dëshira, kanë ëndra, kanë emocione, por janë parë nga prindrit si individ që thjesht prindrit kanë ca përgjegjësi që duhet i kryejnë, të plotësojnë atë listën, protokollin e prindërimit që hëngrën u lanë, fjetën, shkuan në shkollë e gjitha me radhë. Sot do të flasim për braktisjen emocionale. Për mënyrën se si kjo braktisje që ndodh përgjatë fëmijërisë ndikon në mënyrën se si fëmia sheh veten, sheh botën dhe ndërton një raport jo vetëm me veten, por edhe me botën. Dua të sqaroj disa koncepte që do përmenden gjatë këtij emisioni. Do flasim për mbijetesën. Mbijetesa nuk është forcë karakteri. Nuk ka të bëjë as që je me moralin, një lloj rezistence morale. Është një gjendje biologjike dhe zhvillimore që aktivizohet kur nevojat bazë nuk marrin përgjigje. Cilat janë nevojat bazë? Janë thënë në disa emisione, por nuk është asnjëherë tepër të rithuar. Është nevoja për të qenë i sigurt, për të qenë i mbrojtur, jo vetëm fizikisht. Është nevoja për të kuptuar, është nevoja për të parë, është nevoja për të qenë i mbrojtur, është nevoja për të qenë i udhëhequr. Kur një fëmijë ka uri, qoftë kjo uri fizike, qoftë kjo uri psikologjike, dhe askush nuk vjen, trupi i tij hyn në një gjendje alarmi. Kjo nuk është zgjedhje emocionale, ky është reagimi i sistemit nervor. Kur trupi shkon në gjendje alarmi, vëmendja kanalizohet ekskluzivisht vetëm tek modeli aktual. Energjia zhvendoset drejt mbijetesës së atij momenti, të gjejë zgjidhje për të tejkaluar atë moment. Trupi punon për të duruar dhimbjen, qoftë kjo fizike, siç mund të jetë uria e atyre 3 fëmijëve, por qoftë dhe psikologjike. Ndaj dhe nuk zhvillohet në mënyrë të përshtatshme. Mbijetesa është mënyra që trupi thotë nuk është koha për të mësuar, nuk është koha për të rritur, është koha për të mbijetuar. Kur një fëmijë përjeton uri, mungesë kujdesi, mungesë përgjegjësie, truri i tij nuk e lexon këtë si një problem që, mami dhe babi duhet të kenë probleme, ata duhet punojnë shumë. Nuk arrin dot të shkojë deri këtu. Truri e sheh, e percepton si kërcënim. Dhe në këtë moment aktivizohet sistemi mbijetesës. Sigurisht që nuk e zgjedhin. Nuk ka një buton që shtypin, butoni mbijetesë. Aktivizohet në mënyrë të menjëhershme, është reagim biologjik. Truri zhvendoset nga funksionet e zhvillimit drejt funksioneve të shpëtimit të jetës.
Ndoshta ti po pyet, po pse fëmijët fajsojnë veten për këtë? Çfarë kanë fëmijët nëse ka prindër të papërgjegjshëm? Ka baballar që mendojnë që bëhesh baba vetëm në momentin që lë një grua shtatzanë. Jo. Këta nuk janë baballar. Këta janë sperm delivery, si çunat që shpërndajnë pica. Po, çunat të paktën bëjnë një punë më të hajrit. Baballar janë ata që kanë përgjegjësi, marrin përgjegjësi për fëmijët e tyre. Janë ata baballarët e mirë që i kanë fëmijët në qendër të vëmendjes, që përpiqen t'i lexojnë fëmijët, që përpiqen t'i kuptojnë, që i marrin kokën në prerë dhe ua përkëdhelin but, që kur fëmia dështon, ka mirësinë të ndajë dështimet e veta me fëmijën, ka fuqinë t'i japi kurajo fëmijës për të ecë përpara. Nuk bën gjyqje publike për fëmijën. Edhe nëse fëmia ka bërë vërtet ndoshta një gabim për cilin duhet folur. Janë ata baballar që kur fëmia është me temperaturë rinzgjuar me të, që para se t'i japin një përqafim e shohin në sy nëse fëmia e do atë përqafim. Këta janë baballar të mirë. Por ky emision nuk është për këta baballar të mirë. Ky emision është për ata baballar që dhe nëna që mendojnë vetëm duke u bërë, duke u riprodhuar, meritojnë titullin baba ose nën. Sigurisht jo. Mirë, po fëmijët nuk e kanë zhvillimin mendor mjaftueshëm për të analizuar gjithë situatën. Fëmia mendon që vetja dhe bota janë kështu të përzjera, dhe kur ai nuk arrin dot të jap përgjigje që pse ky baba nuk është në jetën time, pse kjo nën nuk kujdeset për mua, në mungesë të përgjigjes shkon në një përfundim më të thjeshtë dhe gati dhe më të sigurt. Duhet jem unë problemi. Dhe këtu është filizi i fajit. Jo si një ndjenjë morale, po si një mekanizëm gati mbijetese, sepse faji të krijon dhe një iluzion kontrolli, duke thënë që nëse jam unë problemi, ndoshta atëherë unë mund të kem fuqinë të ndryshoj gjërat dhe ndoshta gjërat rregullohen. Dhe ti e di që ndonjëherë është më e durueshme, më e lehtë të fajsosh veten se sa të pranosh se sa i pambrojtur je në një botë që nuk të sheh, nuk të dëgjon. Në këtë proces, fëmijët nuk i kanë kaq të artikuluara mendimet në kokën e tyre. Fillojnë ndërtojnë ndjesi, funksionojnë përmes ndjesive. Fillon ta shoh veten, të përpiqet të disiplinoj veten, të jetë i kërkues ndaj vetes, të kujdeset për motrat e për vëllezërit, përpiqet të mos jetë barr për të tjerët, përpiqet të mos bëj pyetje të tepërta, sepse për të nevoja nuk është më diçka që i takon, as ta kërkoj, as ta thot. Nevojat e tij, ato, nevojën për të parë, për të kujdesur, për të udhëhequr, për të kuptuar, i shikon si burim problemi. Dhe kështu fillon ndërtohet një strukturë e brendshme që gjenezën e ka në momentin që atij fëmijë duhet të mbijetojë. Bota për këtë fëmijë nuk është vendi që ja vlen të merresh. Është një botë të cilës duhet ta shohësh me kujdes, gati me frikë ndonjëherë, sepse është e paparashikueshme, nuk të mbron, nuk të ndihmon. Dhe kështu ky fëmijë ndërton një marrëdhënie që ka një hipervigjilencë, shumë i kujdesshëm ndaj çdo kujt, lexon çdo mimik, çdo lëvizje buze, çdo lëvizje duarsh, sepse këto sinjalet e ndihmojnë këtë fëmijë që të ndërtojë mbrojtje ndaj kësaj bote. Ky fëmijë ka frikë. Ka frikë se do zhgënjehet, dhe është kaq i lodhur nga zhgënjimi. Dhe kjo frikë, ndjenja fajit, ndërton një kështjell që është kështjella e vetmisë. Vetmia në këtë kontekst nuk është thjesht fakti që dikush mungon, po shihet si nuk mund të jem me të tjerët,
as nuk më kuptojnë, as nuk i kuptoj. Dhe këtë lloj vetmie e integron, e bën pjesë të vetes, pjesë të identitetit. Dhe në këto raste vetmia është më e thellë, është e heshtur. Dhe krijon një lloj zemrimi që ky zemrim drejtohet vetëm ndaj vetes. Ky fëmijë thot vetes, ti nuk vlen, ti nuk e meriton, ti e ke fajin. S'ke asnjë vlerë. Askush nuk të sheh, askush nuk të dëgjon, askush nuk të do. Mbijetesa duket sikur prodhon njerëz që kanë durim. Në fakt nuk është durim. Durimi është një proces që vjen si pasojë e një rritjeje normale, pa braktisje. Ky nuk është durim, është pjesë e mbijetesës. Mbijetesa prodhon faj. Uria, qoftë ajo fizike, qoftë ajo psikologjike, nuk është vetëm ajo që nuk vjen. Është mungesa e përgjigjes, krijimi i boshllokut, ndërtimi i braktisjes emocionale. Kjo vjen kaq ngadalë, po kaq e qëndrueshme, sa për këta fëmijë më vonë është e vetmja mënyrë që ata ndërtojnë të gjitha raportet me botën. Hajde, kam përshtypjen që erdhi momenti për një këngë. Për ty që je në makinë ose që je në shtëpi, duke përpjekur të mbledhësh veten nga dita që sapo ke kaluar, po flasim për braktisjen. Ky emision ti e di që është çdo të hënë orën 9. Braktisja emocionale, që është shumë e rëndësishme, pak e kuptuar dhe shumë e rëndësishme, nuk ndodh vetëm kur prindi largohet fizikisht. Ndodh në ato momente kur fëmia ka nevojë për dikë. Qoftë edhe vetëm ta shoh. Të bëj një pyetje që ndoshta nuk duket një nevojë e madhe, por ka nevojë për kontakt me dikë. Në rastin që morëm, që e filluam emisionin, që është rasti i 3 fëmijëve të cilët u raportuan të braktisur nga nëna prej 3 ditësh, babai po e po. Këta fëmijë kanë vuajtur mungesën e përgjigjeve. Mungesën e përgjigjeve që vinte jo vetëm nga nëna, nëse është e vërtetë që ajo ka munguar për 3 ditë. Dhe jo vetëm nga babai, që duhet të jenë mësuar mungesën e tij se kishte vite që sishte. Po ata fëmijë u braktisëm në mënyrë të përsëritur nga familjarët. Gjyshja, e cila vendosi të shkojë të vizitojë mbas 3 ditësh, bëri një akt që nuk e di sa ajo e kupton, sa pak i ka ndihmuar këta fëmijë duke bërë foto dhe video dhe duke i çuar nëpër media. Sa shumë i ka ekspozuar. Dhe të këta fëmijë, përveç vuajtjes fizike, urisë, braktisjes nga prindrit, ka dhe një braktisje më të thellë. Gjyshet, që mirë që nuk janë, po edhe i ekspozojnë. Fqinjët, familjarët e tjerë, shkolla, nëse këta fëmijë kanë një muaj që mungojnë. Braktisja është sistem. Është një sistem që braktis në mënyrë të vazhdueshme fëmijët. Kjo ndodh dhe me ata fëmijë që jetojnë me një prind ose me të dy prindrit. Të tjerët shohin që ata nuk qajnë, nuk ankohen, heshtin, dhe kanë dhe kurajo ndonjëherë ta quajnë sa fëmijë mbar, është rrit para kohe. Kur dëgjoj këtë shprehje, është fëmijë mbar, është rrit para kohe, kam një nervozizëm profesional edhe personal. Sepse është një shenjë e dukshme që ky fëmijë po izolohet dhe po ndërton mure të forta, mungese ndërveprimi me të tjerët sepse e ka të vështirë të besoj. Pra, këta fëmijët e mbar
janë fëmijët e vetmuar që kanë mësuar mos të kërkojnë mendim. Janë mësuar të vetë përmbahen, kanë mësuar që nevojat e tyre nuk shihen, nuk kuptohen, nuk dëgjohen, nuk konsiderohen. Kanë mësuar të përshtaten jo si shenjë maturie, por si shenjë braktisje. Braktisja ndërtohet ditë pas dite, jo nga një akt i vetëm, por nga mungesa e reagimit në momente që për fëmijën kanë qenë shumë të rëndësishme. Sigurisht që gjithë fëmijët në fillim protestojnë, kërkojnë, thrasin, dhe kur këto sjellje të tyre injorohen, fyhen, nuk vihen re, ata pushojnë, ndalojnë së kërkuari. Këtu është ai momenti që njerëzit mendojnë që u poq. Jo, nuk u poq, u dojq. Ky fëmijë po digjet së brëndshme. Në këtë fazë fëmia fillon ta rregullojë këtë marrëdhënie që ka me veten. Mësohet të ri vetëm, mos kërkoj, mos pres. Kjo nuk është e shëndetshme. Sidomos edhe sepse këta fëmijë nuk bëjnë drama, nuk qajnë, madje mësojnë edhe të mbijetojnë duke i kryer nevojat e tyre vetë. Ha atë që japin për të ngrënë. Fle, atëherë kur të tjerët i saktojnë rregullat. Hesht, edhe kur mund të ndodhë të ketë në një vesh që mund ta dëgjojë. Në momenti që fëmia juaj ndalon së kërkuari, do të thotë që marrëdhënia juaj është shumë problem. Sepse marrëdhënia është bërë e pasigurt. Ky është ai momenti delikat ku fëmia e ka ndërprer marrëdhënien me botën, sepse nëse ka kuptuar që njerëz të rëndësishëm, prindrit, gjyshrit, hallat, tezet, shkolla nuk e kanë parë sa po vuan. Pse duhet besoj ky fëmijë që ka njerëz të tjerë që mund ta shohin? Pse duhet kërkojë ndihmë? A ke idenë se çfarë i ndodh trurit dhe çfarë i ndodh mendjes së një fëmie kur ndalon së kërkuari ndihmë, ndalon, pushon së besuari tek bota? Kur një fëmijë është i vogël, truri dhe mendja nuk janë e njëjta gjë, e kemi thënë. Ato punojnë ndryshe dhe reagojnë ndryshe. Truri merret me mbijetesën, mendja merret me kuptimin. Kur fëmia ka nevojë dhe askush nuk vjen, truri reagon i pari. Truri percepton rrezik, rreziku nuk është mendim, është ndjesi. Trupi alarmohet, trupi reagon. Ndërsa mendja fillon të bluajë diçka tjetër. Mendja përpiqet të kuptojë pse askush nuk vjen. Dhe këtu fillon gjem përgjigje, sepse unë nuk jam i rëndësishëm, sepse unë ndoshta duhet të dal vetë, sepse hallet, problemet që mami apo babi apo gjyshrit kanë janë më të mëdha se sa unë. Unë përballa këtyre problemeve jam asgjë. Pra ndodhin dy gjëra njëkohësisht. Truri mëson si të mbijetoj dhe mendja mëson si të shpjegoj mungesën e të tjerëve, mungesën e pranisë të tjerëve. Truri e minimizon zërin e nevojës. Çdo nevojë minimizohet, i ulet volumi, ndërsa mendja merret me zhbërjen e vetes. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz më vonë në jetë nuk e kanë të qartë pyetjen, çfarë ke nevojë? Gati hutohen. Çfarë kam nevojë? Ose ndihen në faj kur kërkojnë. Edhe kur hynë në një dyqan për të blerë diçka me lekët e tyre, e fillojnë me më fal, a mund të kem? Sepse mendojnë që nuk meritojnë më shumë. Këta njerëz sigurisht që nuk janë të dobët. Por kështu janë mësuar. Truri i tyre këto lloj lidhjesh ka krijuar. Truri nuk zgjedh si të reagojë. Ai përshtatet mjedisit, përpiqet të mbrojë. Mendja thjesht i jep kuptim gjërave. Dhe kur një fëmijë mbetet pa përgjigje për një kohë të gjatë, të dyja, mendja dhe truri, krijojnë një mënyrë se si ky fëmijë funksionon, jo vetëm në atë moment, po krijojnë një
mënyrë se si ky njeri do funksionojë dhe më vonë në jetë. Një fëmijë nuk lind duke e ditur si është bota. Ai mëson këtë nga përvoja. Më konkretisht nga një pyetje shumë e thjeshtë, çfarë ndodh kur unë kam nevojë për diçka? Nëse kur fëmia ka nevojë, dikush e sheh, dikush i përgjigjet, dikush përpiqet ta qetësoj, ta ushqej, ta dëgjoj. Në mendjen e tij bota regjistrohet si një vend ku ka njerëz të mirë dhe mund të mbështeten. Dhe kur nuk vjen askush, bota është vendi ku thjesht duhet të mbrohesh prej gjithkujt. Ky është një mësim praktik që vjen nga praktika e këtij fëmie. Në rastin që përdora për në hyrje të këtij emisionit, fëmijët përjetuan uri, përjetuan mungesë strukture dhe mungesë përgjigje në të njëjtën kohë. Askush nuk e përgjigj. Fëmia nuk pushon së pasuri nevojë për tjerët. Ai ndalon së besuari se të tjerët janë të disponueshëm, janë të mundur. Fillon ndërton distanca me të tjerët. Kjo distancë nuk është ftohtësi, nuk është fëmijë ftohtë, nuk është fëmijë problematik. Është mënyra se si ky fëmijë po mbrohet. Dhe në këtë fazë fëmia fillon të organizojë marrëdhëniet në dy mënyra kryesore. Disa mësojnë të mos afrohen shumë, të jenë distant me botën. Disa mësojnë të kapen fort pas kujdo që je pak vëmendje. Sepse për disa fëmijë ajo pak vëmendje është e rrallë. E pasigurt, kanë frikë se do u humbasin, por uria e tyre psikologjike është aq e madhe sa ata ngjiten mbas disa njerëzve. Të dyja këto forma, pra dhe distanca ekstreme dhe gati krijimi një lloj varësie ndaj tjetrit, kanë të njëjtën rrënjë, pasigurinë. Shumë njerëz i ngatrojnë me tipare karakteri, në fakt nuk ka të bëjë me karakterin. Është mënyra se si ky fëmijë ka mësuar të përballojë këtë botë, këtë familje, këta njerëz. Një fëmijë që është mësuar të mos pres, por t'i marrë me një herë gjërat, sepse është luftarak, lufton në mënyrë të menjëhershme për të pasur atë që ka nevojë. E përjeton si rrezik mungesën e asaj që i duhet. Në rastin e këtyre fëmijëve urisë. Ndaj dhe disa fëmijë, kryesisht ata që të paktën unë kam parë, që janë shesin në rrugë, përballë urisë janë shumë të shkathët dhe të mbredhur për të vjedhur. Sepse kjo është forma që ata kanë mësuar. Thjesht të vrapojnë, të japin përgjigje. Këto forma që këta fëmijë zhvillojnë nuk janë struktura, por i shoqërojnë këta fëmijë gjatë gjithë jetës. Kjo është arsyeja pse shumë të rritur nuk janë rehat kur marrëdhënia bëhet shumë intime dhe shumë intensive. Janë më rehat vetëm në vetminë e tyre. Jo sepse nuk dinë të duan, por sepse leksionet e para në jetë kanë qenë shumë të hidhura. Marrëdhëniet nuk kanë qenë të sigurta. Dhe mënyra se si ndërtojnë këtë marrëdhënie përmes distancave ose përmes afërsive ekstreme nuk janë dështime personale, janë pasojat përvojës. Fëmijët që ju përmenda pak më sipër, ata fëmijët e braktisur kishin një muaj pa shkollë. Si mendon që ndjer ata fëmijë? Që askush në shkollë nuk u kujtua për ta. Sepse një muaj pa shkollë nuk është thjesht që nuk kanë qenë në mësim. Për një fëmijë, shkolla është e rëndësishme jo vetëm për dijet që merr, por si strukturë, është orar, është disiplinë, është ritëm, është vendi ku ai ka një pozicion në shoqëri. Dhe kur kjo ndërpritet për një kohë të gjatë, askush nuk reagon, mesazhi është i heshtër për fat keq shumë i qartë. Ti nuk ke rëndësi. Me ose pa ty, ne vazhdojmë. Sigurisht që jeta vazhdon me ose pa ne. Po për një fëmijë ky është mesazhi i hidhur që helmon çdo strukturë që ai po formon. Dhe këtu lindin dy procese njëkohësisht. E para ndodh në tru. Truri i fëmijës funksionon duke kërkuar rregull dhe parashikueshmëri është shumë e rëndësishme. Kur një strukturë e përditshme zhduket dhe nuk zëvendësohet me asgjë tjetër, kjo shihet si pasiguri.
pa orare, pa ritme, truri hyn në gjendje vigjilence. Regjistron mungesë stabiliteti, mungesë kufish, mungesë figure që i monitoron dhe i udhëheq. Procesi i dytë ndodh në mendje. Mendja këtë mungesën e reagimit nga mësuesit nga shkolla e sheh si jam i parëndësishëm. Nuk ka askush që më do dhe e vëre mungesën time. Këto nuk janë mendime kaq qartë të artikuluara, janë mësime të heshtura. Ky mësim më vonë në jetë shfaqet si një tërheqje, hezitim për të futur në biseda me të tjerët, ndjenjen e bezdisjes, prirjen për të bërë i padukshëm, vetëm që të mos refuzohet sepse refuzimi ka qenë ekstremisht i hidhur. Hajde, është momenti për një këngë tjetër. Mirëmbrëma sërish nga Paper FM. Ky emision është i fokusuar tek braktisja fizike dhe braktisja emocionale. Në pjesën e parë folëm për si braktisja qoftë fizike, qoftë emocionale ndikon trurin dhe mendjen e një fëmie dhe çfarë bazash ndërton për atë njeri si i rritur. Kështu në këtë moment dua të ndalem për ty që je në makinë, po dhe ty që je në shtëpi duke dëgjuar këtë emision, cilat janë pasojat psikologjike që këta fëmijë kanë kur rriten. Sepse braktisja emocionale nuk mbaron kur fëmia rritet. Ajo ndryshon mënyrën se si ky fëmijë organizon veten, marrëdhënien me veten, marrëdhënien me botën dhe cilat janë kufijtë që ai vendos. Sigurisht këto pasoja nuk shfaqen menjëherë, ato shfaqen më vonë në mënyra të ndryshme që shpesh duken si karakter apo zgjedhje personale ose personaliteti vështirë. Po të dy e dim që rronja është shumë e herët. Këta njerëz e kanë shumë të vështirë të besojnë dhe kanë frikë nga tjetri. Shumë persona që kanë përjetuar braktisje emocionale e kanë të vështirë të besojnë të tjerëve. Dyshojnë vazhdimisht në qëllimet e tyre sepse tek e fundit kur nuk u dëgjuan nga njerëzit e rëndësishëm në jetën e tyre që janë prindrit. Pse duhet dikush tjetër në këtë jetë? Ti doj, ti dëgjoj dhe ti mbështes. Gati këta njerëz ndjen të kërcënuar nga afërsia. Afërsia me disa njerëz nuk është as pak ngushëlluese, truri e shikon si rrezik. Sepse dikur kjo afërsi nuk garanton të një përgjigje. Dikur duhet prisje dhe për këtë fëmijë në historinë e tij pritja do të thotë zhgënjim. Këta njerëz kanë nevojë për një kontroll shumë të fortë, sepse kur një fëmijë rritet në një mjedis kur nuk mund të mbështetet tek të rriturit, ai mëson një gjë shumë të qartë. Nuk kam nevojë për të tjerët. Ose, ekstremi tjetër, kam kaq shumë nevojë për të tjerët, nuk di të bëj asgjë pa tjetrin, as të marr një vendim, as të blej një fustan, as të filloj një punë. Dhe ky tjetri nuk është njëri qëndrueshëm për këtë kategori personash. Është gjithkush. Këta njerëz që ndërtojnë kollaj shoqëri, besojnë kollaj tek të tjerët, hapen pafund. Çdo gjë e thon pa filtra. Ndërsa kategoria e parë janë shumë nervoz kur nuk i kanë gjërat në kontroll. Këta njerëz që vinë me këto braktisje të hershme kanë vështirësi në ndërtimin e marrëdhënieve. Janë kryesisht paqëndrueshëm. Lidhen shpejt, friksohen nga largimi, reagojnë fort ndaj distancës, e përjetojnë ndarjen si shkatrim. Sepse për këta njerëz janë ata që e gërvishtin plagën. Ke parasysh kur ke qenë e vogël që kur zinte kore një plagë ti vetëm e hiqe koren? Dhe sa më shumë e hiqe koren, aq më shumë plaga e bëj e vështirë për të mbyllur. Po, ka disa njerëz që braktisjen e shohin kështu. Ndërtojnë marrëdhënie pikërisht me njerëz braktisës, sepse ata janë mësuar të jetojnë me këtë dhimbje që vjen nga plaga, heqja e korres. Tjetër ndikon në mënyrën se si këta njerëz ndërtojnë një identitet. Vuajnë nga një zbrastje e brendshme.
gati nuk e din shumë mirë kush janë, ndaj dhe izolohen, ose varen. Ndonjëherë ndryshojnë mendimet, qëndrimet, sipas mjedisit. Qeshin edhe kur nuk e kuptojnë as pak batutën ose s'ju vjen fare për qeshur, por me që të tjerët qeshin edhe këta. Përshtaten që të mos duken njerëz të habitshëm. Vlerën e vetes e shohin vetëm përmes të tjerëve. Përmes krahasimit. Këta njerëz nuk është se kanë aftësinë për të kuptuar kush janë. Por gjatë rritjes prindri bëhet një pasqyrë. Një pasqyrë që unë shoh, kam parë, se si duhet të jem dhe se si mund të korrigjohem. Dhe kur pasqyra mungon, unë nuk e di se si dukem. Unë përpiqem ta shoh se si dukem përmes të tjerëve. Siç e përmenda, është vetfajsimi, ndjenja e turpit. Kur një fëmijë braktiset rrallë, mendon se problemi është i rrituri. Problemi është vetja. Ndjenja fajt, fort, atë turp, i paqartë. Domethënë këta njerëz nuk e kuptojnë pse duhet të kenë turp, po ndjejnë turp për gjithçka. Edhe për gabimin e dikujt tjetër ndjejnë turp. Dhe ndjesia që ka diçka që nuk shkon me mua i shoqëron gjatë gjithë jetës. Këto janë organizime të hershme emocionale dhe këta njerëz e kanë shumë të vështirë dhe të rregullojnë emocionet e tyre. Ndonjëherë mund të kenë shpërthime emocionale ose mbyllje të forta emocionale. Nervozohen shumë shpejt. Ndonjëherë mund të kenë dhe reagime ekstreme ndaj stresit, sepse ne mësojmë të qetësohemi përmes tjetrit. Kur një fëmijë qan, prindi afrohet për ta kuptuar pse po qan. I thotë që nuk është vetëm. I thotë që do të zgjidhin bashk. Dhe ky moment e ndihmon fëmijën të vetë rregullohet. Në moment që prindi nuk është, fëmia mëson të rregullohet, të qetësohet vetë, por i mungon gjuha. Është një gjuhë e mësuar pa rregulla, pa strukturë. Këto tipare që këta njerëz kanë nuk janë zgjedhje të qëllimshme, nuk janë as dobësi, nuk janë as defekte, janë mënyra funksionimi, janë mënyra mbijetese. Braktisja emocionale nuk prodhon gjithmonë njerëz që duken që janë të dëmtuar. Shpesh prodhon njerëz që funksionojnë, punojnë, mbajnë përgjegjësi, bëhen prindër, ndaj dhe nuk dinë të prindërojnë. Sepse traumat e braktisjes trashëgohen ndër breza. Një njeri që nuk ka pasur një prind të mësoj gjuhën, e ka të vështirë ta mësoj gjuhën tek fëmia e tij. Ndaj edhe braktisja ka ndryshuar fytyrë për shkak të situatave dhe konteksteve politike, sociale dhe historike. Por në thelb dëmin e bën të njëjtë. Ka dy forma të ndryshme braktisje, përveç të prindërve. Është ajo familjare dhe shoqërore. Dhe këtu i rikthem rastet që përdora në fillim të emisionit, rasti i fëmijëve në Durrës që u gjendën të pa ushqyer prej 3 ditësh, të sëmurë dhe 1 muaj pa shkuar në shkollë. Braktisja familjare ndodh kur figurat kryesore nuk janë të pranishme, fizikisht ose emocionalisht. Në rastin e Durrësit mungonin të dy prindrit, sipas asaj që u raportua. Nevojat bazë nuk përmbushen. Kjo formë braktisje ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ka një dëm të jashtëzakonshëm në zhvillimin e fëmijës dhe të njeriut të së nesërmes. Kur kjo marrëdhënie bazë dështon, dëmi është ndonjëherë i pariparueshëm. Por kjo është vetëm një pjesë e historisë. Ka atë që quhet braktisja shoqërore, që është atëherë kur mjedisi përreth e sheh këtë braktisje familjare dhe nuk reagon. E sheh që nëna e kësaj familje ose nëna e një familje tjetër nuk është në gjendje të kujdeset për fëmijët për shkak të një mbingarkese ekstreme, për shkak të shëndetit mendor, për shkak të dhimbjes së saj. Dhe familja rreth saj, prindrit e saj, motra, vllai, gjyshrit nga ana babait,
Ata që e shohin që këta fëmijë po vuajnë, që e shohin dhe që kjo nën ndoshta ose ky baba është duke u përpëlitur të mbijetoj. Ku janë? Pse nuk bëjnë asgjë për të ndihmuar? Sepse vërtet prindrit janë figurat kryesore të rëndësishme në jetën e fëmijës, por dhe familja më e gjerë është po aq e rëndësishme. Dhe kur familja më e gjerë vjen, sheh, nuk reagon dhe shkon flet në darkë në shtëpinë e tyre të qetë, ose jo të qetë, shërëndësi ka kjo, për fëmijën shihet që erdhen, më pan, e shohin se si jemi dhe nuk bëjnë asgjë. Kjo është një braktisje tjetër, po aq e rëndë. Dhe këta fëmijë sigurisht që kur rriten, pse duhet kërkojnë ndihmë? Pse duhet të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët? Nuk dinë edhe sikur të munden. Shkolla, askush nuk pyet pse, askush nuk e raporton në shërbimi social. Pra përveç mungesës së perceptuar të dashurisë, kemi edhe një mungesë përgjegjësie strukturore. Dhe kjo formë braktisje është po aq e rëndë sepse dërgon një mesazh tjetër. As brenda familjes, as jashtë familjes nuk je mbrojtur, askush nuk të mbron. Dhe në këtë pikë fëmia nuk humbet vetëm prindin ose marrëdhënie e rëndësishme. Instalon thellë në veten e tij se bota e rritur është për veten e saj. Ti je gjithmonë i padukshëm. Duhet ndalem pak tek gjyshrit. Sigurisht që në një zhvillim normal të një familje ku prindrit kanë përgjegjësitë e tyre, përpiqen për fëmijët e tyre pa çka gabimeve dhe është krejt normale sepse nuk ka prindër perfekt. Gjyshrit mund të jenë ndoshta ajo pjesa më e shëndetshme sepse gjithmonë ndërhyjnë duke besuar që ata dinë më mirë. Por gjithsesi gjyshrit në jetën e fëmijëve janë është një qelizë shumë e rëndësishme ku fëmijët shkojnë dhe përkëdhelen. Së është e rëndësishme të përkëdhelesh në jetë. Po ka disa gjyshër që jo vetëm që nuk i përkëdhelin fëmijët, por nuk i ndihmojnë, nuk i shohin, nuk ndihmojnë prindin kur ai dështon. Nuk përpiqen të parandalojnë ndonjë rrezik kur ai është ulëritës aty, siç ishte rasti i fëmijëve ndurrës. Nuk përpiqen ta mbajnë fëmijën lidhur me një ndjenjë përkatësie sepse gjyshrit nuk janë institucione, nuk janë as figura primare të kujdesit. Është zona ndërmjetëse midis familjes dhe shoqërisë. Shumë e rëndësishme. Kur gjyshrit janë të pranishëm dhe reagojnë, braktisja mund të mos shihet aq e thellë e hidhur. Krijohen drita shprese që dikush është aty, dikush do mendoj për mua. Kur ata mungojnë ose janë të paaftë për të ndërhyrë, fëmia mbetet pa asnjë figurë. Dhe këtu dëmi është shumë i madh. Nga ana tjetër gjyshrit bëjnë një gabim shumë të madh. Si në rastin e kësaj gjyshe që ka ekspozuar. Nëse ju i doni niprit dhe mbesat tuaja, gjëja më e rëndësishme për të bërë është t'i respektohen prindrit, t'i respektohet nëna. Nuk mund të ketë dashuri për nipin apo për mbesën, nëse nënën e këtij fëmije ti e fyen, e denigron, e ekspozon, nuk e mbron, nuk e mbështet. Tek fëmia krijon një ndarje shumë të thellë. Për fëmijën nëna është figura kryesore, sidomos për fëmijët 19 vjeç, ashtu siç është. E pamundur, e smur, e lodhur, e braktisur. Nëna është figura qendrore, babai është figura qendrore. Dhe nëse këta dy njerëz nuk janë të mundur, nëse ti nuk ndihmon dot si gjyshe apo si gjyshe, të paktën mos prish punë, të denigrosh këtë figura, sepse ajo që i ndodh fëmijës kur ti denigron figurën e nënës, e dëmton pafund. E lëndon pafund fëmijën. Dhe ai ndihet i turpëruar sepse nuk do të mbroj prindin në publik,
dhe është i detyruar ta mbrojë në publik. Dhe nuk ka pse e bën këtë, sepse i del braktisja e tij. Prindi nuk mund të fyet, as poshtrohet kur, as para fëmijës, as pas fëmijës. Nuk ka rëndësi si ka qenë sjellja e prindrit. Fëmia nuk ka nevojë të dëgjojë mama jote nuk flen, baba jote është i papërgjegjshëm. Sepse për fëmijën prindi është pjesë e vetes. Është e rëndësishme të thuhet që mami po kalon një periudhë të vështirë, nëse ajo nuk e arrin dot kujdeset si duhet. Por me siguri doja dali. Fëmia nuk duhet ndjejë turp për ekzistencën e vet. Dhe gjyshrit që ekspozojnë nënat apo baballarat që nuk munden dhe ekspozojnë në mënyrë denigruese, po bëjnë një dëm shumë të madh. Nuk e di është më i madh ai braktisjes së prindërve apo ai denigrimi të prindërve nga ana e gjyshërve. Me siguri ti do pyesësh, po si mund të flas një fëmijë? Një fëmijë që ndoshta po rritet me një nënë ose një baba që nuk është në gjendje të kujdeset dhe që mund të ketë kaluar momente shumë të vështira. Sigurisht që nuk është e lehtë, por nuk mund ta gënjesh. As fëmijën dhe as kënd. Nuk mund thua gjithçka është në rregull, sepse s'është. As që do kaloj shpejt kjo situatë, sepse nuk e dim sa do kaloj. Ajo që është më e rëndësishme të thuhet në këtë rast është që nuk është faji yt. Që tani jemi bashk, do përpiqemi të ecim pak bashk, të rregullojmë disa gjëra bashk aq sa mundemi. Nuk ka nevojë për shpjegime të gjata, ka nevojë vetëm për siguri. Ka nevojë për rutinë. Orari i gjumit, shkolla, aktivitete ditore, higjiena. Ka nevojë për njerëz të qëndrueshëm, emocionalisht të qëndrueshëm. Jo për njerëz që hyjnë dhe dalin me gjendje emocionale të habitshme. Nëse të rriturit kanë gjendje emocionale të pa kontrolluara, le të shkojnë në terapi, të ekspozojnë ato, po jo para fëmijëve. Gjyshrit, ata që janë të saktë dhe mund të mbështesin fëmijën apo familjen në një situatë të tillë, duhet kuptojnë që nuk janë zëvendësues të prindrit. Nuk mund të hyjnë në konflikt me figurën e prindit. Nuk mund të përdorin fëmijën si territor lufta. Nuk mund të kërkojnë që të mbajnë anën e njërit prind me që e kanë fëmijën e tyre. Fëmijët kanë nevojë që të kuptohen nga të rriturit, sepse për fat keq ajo që ndodh shumë shpesh është që ne kërkojmë që fëmijët ta kuptojnë. Kupto mamin, kupto babin, babi është duke punuar shumë, mami është lodhur shumë. Nëse ti do që fëmijë të kuptojë, mësoje gjuhën, do të thotë, kuptoje ti para. Fëmia nuk është terapist, nuk është as për mbështetje emocionale. Detyra e fëmijës është të jetë fëmijë. Sigurisht është komuniteti rreth, janë komshinjt, janë shkolla që nuk kanë nevojë të mbyllin syt. Ajo që dua të them është që fëmia nuk ka nevojë për fjalë të bukura, ka nevojë për prani, për strukturë. Ka shumë që fëmijë që janë rritur pa u mbrojtur. Jo domosdoshmërisht pa prindër, po pa praninë e vërtet njerëzore të tyre. Fëmijë që kanë mësuar herët të mos kërkojnë ndihmë, mos bezdisin, të mos presin. Nëse ti je një nga ata fëmijë që sot je i rritur, më vjen keq. Nuk është që ti dështove. Është që gjithë sistemi rreth teje nuk mundi të mbronte. Mësove të mbijetosh. Uroj që të gjesh fuqinë e duhur që të jetosh, jo vetëm të mbijetosh. Mund të ndryshohet. Avash, me ritmin që ti ke nevojë. Me njerëz që nuk kërkojnë që ti të jesh ndryshe. Respektojnë për atë që je. Nga ana tjetër ndjej nevojën të them që shumë prindër braktisin ose pse duan të braktisin, por sepse janë vetë të plagosur, sepse nuk dinë si të mbrojnë, sepse nuk e kanë mësuar se si bëhet të kuptojnë. Nuk po justifikoj askënd, po përpiqem vetëm të shpjegoj. Lëndimet e tua janë të vërteta, po lëndimet e prindërve të tu gjithashtu. Sigurisht ti si fëmijë s'ke qenë i detyruar të kuptosh prindrit. Nuk e qenë i detyruar të mbash barrën e dhimbjeve të tyre. Ama si i rritur, mund të shohësh plagët e tua. Jo për qenë ti një version perfekt,
por që ti të mos plagosësh ata që do sjellësh në jetë nëse i ke sjell. Braktisja emocionale nuk ndreshet me fjalë të bukura. Kërkon kohë, kërkon durim, kërkon mençuri. Ti e di se çdo thotë jesh vetëm. Uroj që ajo të mos t'i kaloj fëmijës tënd. Nga Fije Jeta, natën e mirë.